nga Peja te Vitia te doktori i shkencave bujqësore Arsim Ademi. Në Viti e ndjejmë entuziazmin e bashkimit në mbështetjet ndryshimit. Arsimit i kam premtuar dhe unë gjithmonë e mbaj fjalën, prioritet qeveritar do të jetë rritja e kapacitetit për prodhimtuit pijes dhe rjeti i furnizimit me ujë në çdo fshat të komunës e lagje të qytetit. Veç kësaj do të investojmë urgjentisht në ndërtimin e implantit për trajtimin e ujrave të zeza bashkë me kolektorët kryesor. E banorëve të Vitis u zotohem se shpejt do ta bëjmë edhe rrugën tranzitore për Vitin. Para jush e ftoj të vi kryetari i ardhshëm i komunës Vitis, Arsim Ademi. Atëherë i ndërum kryeministër, të ndërum musafer pjesëmarrës të dashur qytetar, Vitis me gjitha lagjet e fshatrat e saj i duhet ndryshimi, edhe votimet e fundit treguan që 62% janë për ndryshimin Viti. Ky ndryshim do të vjen, hapin e parë tashmë e kemi bë, edhe ajo që na kërkohet është që të bëjmë edhe hapin vendimtar bashkë me qytetarët e Vitis për të sjellë ndryshimin e shumë kërkuar për qytetin tonë. Në Viti duhet të harrohet e kaluara, e hidhur sidomos këto 12 vitet e fundit dhe Vitia duhet të drejtohet ka e ardhmja është bashkë me ne e bashkë me lëvizjen vetëvendosje. Bashkë për Vitin do të bëjmë shumë punë e shumë ndryshime, të fillu prej arsimit ku do të ndërtojmë qerdhe të reja, do të modernizojmë shkollat tona, do të punojmë shumë edhe në fusha tjera, sidomos në fushën e shëndetësisë ku do të jetë poliklinika multifunksional, specialistike, që do të jetë për në shërbim të qytetarëve të Vitis. Do të punojmë për infrastrukturë moderne e ambient të jetueshëm për qytetarët e Vitis, ku do të fokusohemi në ndërtimin e rrugëve të reja e në trotuare e ndriçim cilësor, po sigurisht fokusi jonë, ashtu që tha dhe kryeministri, do të jetë uji i pijshëm, për shkak se Vitia edhe tash 26 vite pas luftës akoma e vun si problem mungesën e ujit të pijshëm. E ne do të punojmë në rritjet kapaciteteve bashkë me kryeministrin e bashkë me qeverinë, po edhe në shtrirjen e rrjetit. Për një ambient jetueshëm do të punojmë edhe në trajtimin e duhur të ujrave të zeza me implantin për trajtimin e ujrave të zeza bashkë me kolektorët e me shtrirjen e rrjetit në ato zona ku mungon. Po do të punojmë bashkarisht edhe në fusha tjera, sidomos te pjesa e infrastrukturës në për qytet, ku ka nevojë për zgjerim edhe për rrugën tranzitore që është shumë e nevojshme për qytetin tonë, për shkak se Vitia në pikun e saj është ngarkuar, sidomos gjatë verës, po edhe gjatë periudhës dimrit, pushimeve. Andaj rruga tranzitore do të jetë zgjidhja e rrugët tjera, 2 rrugët kryesore që quhen rruga Klokot Bibaj dhe rruga Viti Gërlic do të jenë prap prioritet për zgjerimin dhe rivitalizimin e tyre. Sa i përket zhvillimit të Vitis, ne do të jemi në mbështetje të bujqëve, fermerëve e sipërmarrësve, e sigurisht do të ketë hapësinë, do të bashkëpunim shumë edhe me investitorët e jashtëm, sidomos ato nga diaspora. Vitis thash se i duhet ndryshimi, e ky ndryshim do të vijë bashkë me qytetarët tonë, pavarësisht se si kanë votuar herën e parë, ata sot do të jenë bashkë sepse të gjithë qytetarët e Vitis e duan ndryshimin, andaj ndryshimin Viti do të jetë me 9 nëntor e zgjidhja do të jetë numri 105. Faleminderit gjithëve.